Të nderuar shikues të Veriosport përsëri së bashku, tashmë jemi në fundin e këtij ndeshjes. Dinamo Vllaznia është mbyllur me rezultatin 0-2. Fiton skuadra Koçeblu 3 pikë shumë të rëndësishme pikërisht në kryeqytet. Jam me kolegun tim të nderuar Anton Cicani, një gazetar me shumë përvojë i disa gazetave sportive, por edhe i kanaleve televizive sportive. Cicani, Dinamo 0 Vllaznia 2. Rezultat i drejtë? Jo, se duhet ishte 0-3 ose 0-4. Nëse Vllaznia do kishte shfrytzuar rastet, si pjesë e dytë e Vllaznisë. Sidomos ai rasti Kastratit ishte fatal. Po pastaj e lau pak sepse ishte po Kastrati ai që mori topin dhe nxori Vllaznin dhe erdhi goli i dytë. Vllaznia pjesën e parë luajti shumë mirë, fizikisht unë shikoj Vllaznin të paktën në këtë ndeshje, nuk e di se si do jetë vazhdimi, por nuk më duket ajo Vllaznia atij muaji ku fizikisht nuk ishte mirë. Ka rikuperuar gjithë lojtarët gati dhe kjo është një shenjë shumë e mirë për vazhdimin e sezonit, se duke ditur që do ketë një kalendar të ngjeshur dhe me ndeshje të rëndësishme, normalisht që duhet edhe përgatitja fizike, por edhe shumë lojtarë që të pjesën organik. Pashti ndeshje që pjesën e dytë të paktën nuk e di për zgjedhje të trajnerit Martini apo për thjesht faktin sepse Dinamo po sulmonte dhe ikja e dritave dhe shtyrja e pjesës dytë solli një nxemje nga e para për lojtarët dhe kjo bëri që të niste një ndeshje e re. Jo ajo që ishte lënë dhe normalisht ishte më kujdes. 40 minuta u vonua pjesa e dytë, po, gati 40 minuta për shkëputjes së energjisë elektrike. Jo, është po ishte problem gjithë Tiranën, në fakt ja, dhe tani në këtë rast. Po tashmë pa të përfunduar. Tani është me tamam, por rezultati akoma duket disfikator 0-2 për Vllaznia. Mendoj totalisht e merituar për pjesën e dytë që bëri Vllaznia, për vëmendjen, për përqendrimin, e la Dinamo vetëm të qarkullonte topin, sepse rreziqe konkrete nga Dinamo unë nuk pash. Dhe pastaj erdhën ato kundërsulmet, sepse mos harron se kishte një shtyll Vllaznia. Shënoi dhe një gol që u anullua. Pra, pjesën e dytë Vllaznia provoi të paktën 4-5 raste për gola. Me këtë fitore të sot, më mendoni se Vllaznia po rikthehet tek faza e parë që ka qenë spektakolare e saj, pas atyre luhatjeve të Shiko, e kemi komentuar jo pa. Po, është e vërtet. Unë pash entuziazëm, edhe entuziazmi bën mirë një skuadre, sidomos fitoria kur vjen kryeqytet kundër Dinamos që është rivale direkte për titullin kampion. Kjo Vllazni mendoj që i ka të gjitha armët me lojtarë cilësor. Mos harrojmë edhe sot Kallaku jashtëzakonshëm, domethënë në çdo prekje topi, por edhe lojtarët e tjerë dhe mbrojtja shumë e vëmendshme. Kjo Vllazni ka të gjitha për mua që të vazhdojë ecurinë pozitive dhe rikthehet ajo Vllaznia e fillim sezonit ku argëtonte të gjithë me lojën e saj. Sot u pa vetëm një moment, domethënë një pjesë loje, ajo loja e Vllaznisë që jemi mësuar që kanë, por në vazhdim them se do ta shohim më shpesh. Por përsëritet ajo skena si ishte në fazën e dytë, përsëriteshme dhe në mbyllje kësaj ndeshje entuziazmi, grinta, impulsiteti i rezultatit e bëri që dy stafet përkatësit të fërkoheshin paksa përsëri. Kjo histori besoj që do zgjasë deri në fund të sezonit. Kanë akoma ndeshje për të luajtur me njëra tjetrën. Jam i bindur që normalisht që si Ilir Daja në një krah, po si Edi Martini nga krahu tjetër, jashtë janë shumë ndryshe domethënë nga fusha. Unë gjithmonë i besoj trajnerëve, të paktën trajnerë legjendarë kanë thënë gjithmonë, çan ndodh në fushë ngelet në fushë. Janë emocion, është grind, është tension që ti e shfryn në një farë mënyre. Ishim Anton Cicani, një gazetar me të vërtetë inspikator i medias sportive që analizojnë në përgjithësi takimin Dinamo Vllaznia, fitore e merituar e Vllaznisë, dhe sipas Cicanit mund të ishte më tepër se 0-2. Cicani, faleminderit. Faleminderit.